Na femnat kemi bukur shumë kërkesa që në fillim duken të lehta, po nuk janë të lehta. Gratë zakonisht, sidomos këto fshate, e shojnë dojnë me pa jetën zi. Edhe ushqehen me te. Se sërbet, gratë. Po thonë, që to inkeja i natin falja, ato kanë qenë më të përparume shumë se ne. Nësi loj, mirë po baba edhe e pa që po e dënë, i tha, në qëfë se kalon shkëllqyshe prapë, si pa prara, kene glë. Qëfë se jo, s'ka. A i dha zërë, e dha sa. Në ziti ma e madhe. Po, me ma madhe. Qa kishe këte nga e kalumëra, nëse do të kishe pasër mundësin nga jeta? Kishe pasër ndo një peng që ti të kam betë, që kishe dash me këthy nga e kalumëra? Haj, na femnat kemi bukur shumë kërkesa që në fillim duken të lehta, po nuk janë të lehta. Për shembull, unë për recitim kam qenë e para në shkollë. Edhe mu bo mandej si e veçantë, u mishnova me te. Po, kur po vike puna të studimet e të këto ishtë diçka tjetër. Gratë zakonisht, sidomos këto të fshate, e shojnë dojnë me pa jetën zi. Edhe ushqehen me te. Nuk ka njeri, sidomos femrat, që nuk kanë ndonjë ngacmim ose ndonjë ose kur si u kom veshin, veç kom vazhdo. Mirë po, fati im që kom pas, edhe vlau futbolist, që ka qenë shumë i njoftun edhe shumë i adhurum, edhe baba ka qenë shkollë fillore ka pas, në vërtet fillore gjysë mesme. Mirë po, ka qenë shumë i interesum për vajzat mi shkollu. Shumë. Mëndin kemi pas aktivitetet të tjera, jo teatër e këto, po në shpinë e kom qëtu në qendër, me njerë pas teatrit. Kështu që s'kisha problem, edhe që natën njën provat e programit nëjse, e kisha afer aty edhe nuk... Kaljerim, dhe më thane e ki pasur? Po. Bile, qka ka qenë edhe shumë interesant, edhe në Zagreb më ka qu, më shkollu. 2 vitet të studimet e në Zagreb i kom bë. Gjë mirë kur ke për krajnë e familjes, prindërve? Jo, baba kishte kontakt me, po duko të mi cektash, me sërbet. Se sërbet, gratë, po thonë. Ato e furnizojshin me mishë, me buke, me krejtë familjen, gratë. E baba punoj ke aty bashkë në qëndër. Edhe aty ka pas rast edhe mi njoft ato, edhe kulturën e tëne, edhe në bërk edhe neve. Tash, që to inkeja i natin falja, ato kanë qenë më të përparume shumë se ne. Ja kemi pa hajrin që asaj. Shumë mirë. E dashur, lejot për shëndes, të rej matë mira ty në jetë. Krasin shumë që u takuam, të rej shëndet. U pafshim me shëndet ashtu si pam sot. Të rej matë mira në jetë në familje. Faleminderit. Kalosh mirë, krasi dhe privilegj të takosh ty. Edhe për ju. Shumë faleminderit. Kalosh mirë.